Qofse unë do ndërtoja një ekip, edhe do mjepja opcionin Messi në kulmin e tij, Ronaldo në kulmin e tij, unë do zgjedhja Messin. Nuk po kuptohemi. Unë po të them. Ofendimet që ka marrë legjenda Cristiano Ronaldo ndër vite janë të pa drejta. Nga tifosi puna ju. Jo, pra jo. Sepse është njëri që ka gjysmën e talentit që ka Messi dhe është më lartë se Messi me statistika. Maradona, kur ishte më i miri i botës, ishte vetëm Maradona. Ka më shumë se Messi Ronaldo në Champions League. Për ato nuk duhet edhe dy asisa. Me sa Champions ka më shumë Ronaldo se Messi në Champions League. Po një pra sa do, 10. Po mirë, sa ndeshje ka më shumë për pjesën e nuk gore. Edhe një do i hym. Po pyetja ishte Messi në Europë. Do i hym Barcelonës Champions League, se njësoj si Real ishte UEFA Lona është. O të lut, do i hym 2006. Do i hysh 2006 me Milanin që anullon gol rregull Shevchenko. Tani Barcelona do i hysh me Chelsea Barcelona. Ta kam thënë herë jo. Të kam thënë herë jo. Edhe një herë, merr me këto dha. O dha, unë nuk irritohem. Ju nuk keni respekt për legjendat, vëlla, është shumë e thjeshtë. Ju falenderojmë për suportin. Follow për më shumë video si kjo.